Konflikti Iran-Izrael dhe frika për përshkallëzim rajonal ka rikthyer vëmendjen të opozita iraniane, e cila strehohet në Shqipëri. Grupi i Homeland Justice ka publikuar në rrjetin Telegram një mesazh pikërisht lidhur me kampin e mujahedinëve në Manz, strehimin e të cilëve, sipas hakerëve iranian, e bëri të mundur qeveria shqiptare. Në postim, Homeland Justice pretendon se ka hakuar faqen zyrtare të Bashkisë Tiranë. Bashkia e Tiranës është jashtë përdorimit tani. Shërbimet e qytetit janë ndërprerë. Ne ju paralajmëruam të dëboni terroristët e Mek nga toka shqiptare, por ju i njohët ata si refugjatë të ligjshëm dhe u dhat lehtësira të tilla si letër njoftime dhe pasaporta të falsifikuara. Situata aktuale është shkaktuar nga udhëheqësit e qeverisë shqiptare. Përshëndetje ndërprerjes së shërbimeve dhe trafikut të qytetit. Marrëveshja jonë me ju do të vazhdojë. Faqja ndërkohë nuk mund të aksesohet, por mbetet e paqartë nëse vërtet sulmi është finalizuar. Ndërkohë, në orët e para të mëngjesit të së premtes, Homeland Justice bëri një tjetër postim kërcënues, ku shkruante se Shqipëria po endet shumë afër vdekjes dhe rrezikon të sulmohet nga raketat iraniane. Mbi 3000 terroristë u imponuan në Shqipëri. Toka shqiptare ishte e detyruar të strehonte këta egërsira. Është mjaft e kuptueshme për shqiptarët mikpritës. Shpresojmë që iranianët, të cilët tani kanë të drejtën ligjore për të lëshuar raketat e tyre mbinatyrore në kampin e Manzës, ta kuptojnë këtë. Në shtator 2022, skuadra e Microsoft doli në përfundimin se sulmet kibernetike ndaj qeverisë së Shqipërisë ishin të motivuara politikisht dhe prapë atyre qëndronin aktor të lidhur me qeverinë e Iranit.